Muhamedi alayhi salatu wassalam kur ishte në Miraj mbi 7 qiell. Israja dhe Miraji, kjo është ndodhi e madhe, të cilën ju doni të shikoni në YouTube, për arsye se aty i gjeni materialin e mjaftueshëm çka kanë fol hoxhallarët për natën ndodhin e madhe të Isras dhe Mirajit. Natën e Mirajit ka ndodhur një çudi kur Xhibrili alayhi salatu wassalam e ka urdhënuar Muhammedin pasi ka ardhur në tokë duke i thonë: "O Muhammed, ja Resulallah, urdhëro popullin tënd le të bajnë hijame." Hijame është një lloj mjekimi për të cilën unë nuk do të foli, por vetë doktori specialisti do të fole pikrisht për këtë lëmi, pasi që është etyrja. Atëherë këto ja lëm doktor Hysnis në të na fol çka është hijamja edhe çka na vjen hijamja neve. Përsëritë që ta bëni. Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Fillimisht falenderojmë Zotin që na ka bashkuar këtë vend, edhe inshallah përfitojnë nga ky takim. Dhe një koqet Allah Azza wa Jalla shpërbleth me të mijat e tij, si ata të cilët u kujdesen për ushqimin tonë edhe për organizimin e kësaj neje. Pasi që hoxha nderuar na dha fjalën me fol, shkurtimisht do të flasim sepse hijami është një temë shumë e madhe, e cila kohëve të fundit, apo siç më thonë, në shekullin e fundit është duke u hulumtu domthonë për dobitë e saj, dhe deri sot nga gjithë hulumtimet që janë bën nga shkencëtarët, kryesisht mjek, nuk kanë arrit me vërtetu që ka një efekt ansor negativ. Domethënë gjitha hulumtimet janë në atë se çka na ofron hijamja në dobi të shëndetit tonë, dhe domethënë fare nuk e kanë diskutuar dobi negative të cilat nuk ekzistojnë te kjo mjekësi. Fillimisht domethënë kjo mjekësi është daton edhe nga kohrat e hershme, është aplikuar edhe te kinezët e vjetër, tek indianët, por më përhapur ka qenë domethënë nga ardha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili thotë që mjekësia bazohet në 3 gjëra, domethënë në të ngrënit e mjaltës, në hijame dhe në kej apo prerja, djegja e plagëve, dhe ka thonë Resulullah që unë andaloj këtë djegjen e plagëve, ndërsa u preferoj dhe u ardhëroj të përdorni mjaltin edhe hijamin. Hijamja, po të folëm për dobitë e hijamës, thash ushtim shumë e gjanë dhe ndoshta edhe nuk mjaftojnë ligjërata me javës apo muaj, por fillimisht do t'i tregoj disa dobi, si për shembull dobia tek sëmundjet autoimune. Dobia e hijamit të sëmundjet autoimune është vërtetuar se vjen për shkak se përmes të eliminimit që bëhet nga kubëzimi, pastaj nga prerja me skalper, përmes vrimave që bën prerja, eliminohen shumë toksina, të cilët organizmi në mënyrë fiziologjike nuk mundet me i largu. Madje e kanë konstatuar se edhe përmes hijames eliminohen më shumë toksina se sa përmes plazmoferezës. Plazmofereza është një aparaturë e cila eliminon qelizat e këqija apo toksinat nga organizmi, është një lloj aparati sikur dializës, por më sofistikuar, ku i nol komplekset antitrup antigjen. Hijamja është një mjekim pak më natyral dhe në këtë formë i eliminon këto komplekset që krijohen edhe të cilët e kalojnë barierën kapilarike dhe dalin në hapësirën e adipoza apo në indin djamor, ku dihet se indi djamor mes lëkurëve dhe muskujve është depo e toksinave, dhe duke përdor hijamën apo kubëzimin, tërheqjen me kubëzim, pastaj prerjen, atëherë domethënë me miliona qeliza toksike largohen nga organizmi, dhe kjo i ndihmon organizmit për me fitu fuqi apo imunitet, cilën normal në jetën e përditshme nuk mundet me arrit me metoda tjera, duke ditë edhe stilin e jetës sot që aplikohet tek njerëzit, domethënë obeziteti, ushqimi jo i mirë, jo i shëndetshëm, atëherë në organizmin e njerit krijohen shumë toksina, të cilat thash në mënyrë fiziologjike nuk mund mi eliminu organizmi. Dobi tjetër e hijamës është edhe dobit kardiake, domethënë është bën një eksperiment me met, pasi ata kanë psu infarkt të zemrës, dhe është vërtetuar se përmes hijamës që është përdorur janë nxjerr 0.5 ml të menjet, të cilët domethënë në mënyrë laboratorike i kanë bërë që ata të psojnë infarkt,
Dhe pas hijamës kanë konstatuar se ka filluar rivitalizimi apo prapë çaj pjesë e vdekur e indit muskulit zemrës minjeve, prapë u rivitalizuar dhe ka filluar me funksionon normal. Domethënë ky eksperiment u bë temet për me aplikuar edhe tek njerëzit, kur dihet që met edhe kavjet janë kafshë eksperimentale. Hijamja është një detoksikim apo një largim i toksinave, muna me thonë edhe një lloj servisimi i njerëzit. Domethënë sikur makinën kur shkon e ban servesa dhe kujdesesh me ndru uljen e ato filterat edhe me eliminu shumë sene që gjatë punës janë kriju, janë mbyll, edhe njeriu gjatë jetës tij, sidomos thash në këtë jetën tonë që po bëjmë sot pa aktivitete të mjaftueshme fizike, atëherë hijamja është një lloj servisi apo një lloj detoksikimi i organizmit. Është vërtetuar se hijamja ka rol të rëndësishëm edhe të smundjet reumatike, artriti reumatoid, për shkak se përmes hijamës janë liru shumë elemente të cilët në forma të ndryshme tek nyjet e njerëzve krijojnë disa kristale dhe personat që ju kanë nënshtruar hijamës kanë konstatuar që domethënë kanë rezultate shumë të mira. Gjithashtu hijamja është vërtetuar që ka preventive edhe për smundjet që shkaktojnë tromboza apo infarkte, sidomos te infarkti i trunit dhe trombozat e venave thella të këmbëve dhe tek ekstremitetet në përgjithësi. Për aplikimi i hijamës ka dhënë rezultate të mjaftueshme dhe e them me plot përgjithësi se duke u marrë që një kohë gjatë me hijamën, shumë pacientë na kanë rrëfyer në mënyrë direkte për dobit që i kanë përjetuar nga hijamja, pasi që e kemi bën hijamën herën e parë, kur janë kthy pas një kohe dhe pyetjen që ja u kanë bën, pse ja me bën hijamën prap, ka thonë, i ka treguar që ka pas shumë dobi dhe shumë të mira nga hijamja dhe pastaj ka filluar vazhdimisht duke aplikuar këtë metodë, edhe janë persona të cilët vazhdimisht kërkojnë me bën hijamën, të paktën e bën një herë ose dy herë në gjatë vitit. Për mos me zgjat shumë këtë temë, pasi që kanë me folë edhe një koçer tjerë, është një sunet që ka fillu të aplikohet edhe të rinjallët si në popullin tonë edhe në popull tjerë, madje në klinikat e mëdha botnore, sidomos në vend anglofolse, në Angli, Amerikë, e praktikojnë edhe sportistët dhe sot mundi me i pa edhe përmes portaleve apo rrjeteve sociale ku e postojnë fotografinë e vetës tyre duke bën hijame, sidomos sportistët, bokserat dhe notarët, cilët e aplikojnë dhe kanë përfituar shumë nga kjo metodë dhe shpresojmë të i madhi Zot që kjo metodë të fillon dhe të rinjallet e të aplikohet sa më shumë edhe në vendin tonë. Allah e të shpërbleft.